Jo vetëm një ditë pushimi, një diell me diell që i fton të gjithë në shëtitje. Dita ndërkombëtare e 8 marsit në Parkun e Liçenit Artificial në Tiranë mblodhi qytetarë nga të gjitha moshat në një mision simbolik, një maraton vrapi për të promovuar fuqizimin e gruas. Titulli i eventit ajo vrapon dërgon një mesazh shumë të fortë që lëvizja për të drejtat e grave globalisht në rajon dhe në Shqipëri nuk do të ndalet. Mesazhi më i fortë është përcjell edhe përmes pjesëmarrjes së burrave në këtë garë për të drejtat e grave. Pjesëmarrja ka qenë e gjerë, ka qenë për burra, për gra, në formë simbolike për gjithë reziliencën e grave, si dhe rrugën që duhet të ndjekim për barazie dhe për dinjitetin e tyre. Fituesja e garës është një nën me fëmijë. Motivi im kryesor ishte me ju tregu të gjithëve që zëri i femrës është forca më e madhe në gjithë planetin që ekziston. Edhe thirrje femrave gjithmonë luftoni për drejtat e juaja, asnjëherë mos heshtni. Jo shumë larg liçenit, pranë Universitetit të Arteve, 8 marsi u shoqërua me një marshim protest organizuar nga kolektivi feminist. Marshimi për këtë vit kemi vendosur ta quajmë Revoltohu Motër, edhe i drejtohet gjitha vajzave dhe grave në Shqipëri, i drejtohet vajzave dhe grave rome, të cilat në përditshmëri vuajnë racizmin, varfërinë, pengesat institucionale për të përfituar shërbime për gratë lesbike, për gratë punëtore në fasoneri, të cilat si kanë kushtet e punës. Vetëm në 2 vitet e fundit janë 35 vajza dhe gra të vrara nga partnerët, nga ish partnerët, nga familjarët e tyre, dhe ne nuk duam që këto gra të mbeten vetëm statistika në kronika zeza. Që prej vitit 1977, 8 marsi është vendosur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si dita ndërkombëtare e gruas, një thirrje kjo për veprim për përshpejtimin e barazisë gjinore, nderimin e të drejtave të grave dhe reflektimin mbi progresin e bërë drejt barazisë.